Në qytetin e Durrësit, atje ku deti i Jonit fërshëllen çdo mëngjes mbi balkonet e pallateve të reja dhe era sjell aromën e kripës bashkë me kujtime të vjetra, unë, Arlindi, mendoja se më në fund kisha gjetur qetësinë time. Ishte koha kur jeta më dukej e drejtë, kur dashuria më kishte shëruar plagët e vjetra dhe çdo gjë po merrte kuptim. Por kur nuk e dija se lumturia ime do të shembej brenda një dite të vetme, me një të vërtetë që do të më ndiqte si mallkim, e njoha Klarën në një mënyrë krejt të rastësishme. Ishte një pasdite marsi dhe unë po kthehesha nga puna në një servis makinash afër Shkozetit. Ajo po qëndronte në anë të rrugës, me një çantë në dorë e hutuar si dikush që ka humbur diçka. Mu afrua për të pyetur nëse kalonte ndonjë autobus për te stacioni i ri. Kishte një zë të butë, të ngrohtë dhe një mënyrë të foluri që më ngjante çuditërisht e njohur. Unë u ofrova ta çoja vetë me makinë. Aso kohë, një gjest i thjesht mirësie u kthye në fillimin e një historie që do të më diqte më vonë shpirtin. Në ditët që pasuan, takimet tona u bën të shpeshta. Klara jetonte vetëm në një apartament të vogël në lagjen plazh. Ishte rritur në një fshat të vogël në afërsi të Peqinit, jetonte në Durrës prej pak muajsh, punonte si arktare në një farmaci. Ishte e qeshur, e sjellshme, por kishte diçka të brisht në sytë e saj, një trishtim që nuk dinte ta fshite. Kur e pyesja për familjen, shmangej me një nuk kam njeri më dhe ndryshonte temë. Dashuria jon lindi shpejt. Unë isha 32 vjeç, ajo 25. Brenda 3 muajsh vendosëm të fejoheshim. Ishte vendimi më i çmendur dhe më i bukuri që kisha marrë ndonjëherë. Unë i premtova një jetë të qetë, një shtëpi të vogël afër detit dhe një dashuri që s'do t'i mungonte kurrë. Ajo më përqafoi fort atë mbrëmje dhe më tha me lot në sy, ndoshta Zoti më ka sjell tek ti që të kem më në fund një familje. Atë natë, për herë të parë, ajo më tregoi diçka nga e kaluara. Më tha se ishte birsuar kur ishte shumë e vogël, rreth 4 vjeçe, dhe se prindërit e saj adoptiv kishin vdekur vite më vonë në një aksident. Nuk dinte kush ishin prindërit biologjik, veç disa kujtimesh të turbullta me një shtëpi fshati dhe një grua që e thërriste bija ime me dialekt verior. Mu duk një histori e trisht, por e zakonshme për realitetin ton. Kur nuk më shkoi ndërmend se ajo rrëfenje e dhimbshme do të lidhej me mua, fejesa jon u bë në fund të qershorit, në një lokal bus datit. Ishin aty disa miq të afërt, kolegët e mi dhe disa kushërinj të saj që kishin ardhur nga Elbasani. Ishte një mbrëmje plot gëzim, me këngë, me gota që përplaseshin, me plane për të ardhmen. Unë nuk isha ndjer kur më i lumtur. Nuk e dija se në të njëjtën kohë, diku në Tiranë. Një grua e moshuar po mbante në dorë një gazetë ku shihte foton ton dhe fytyra e saj zbehej. Ajo grua quhej Lirie dhe ishte nëna ime biologjike. Unë isha rritur në një jetimore në Tiranë. Mamaja ime, më kishin thënë, kishte vdekur gjatë lindjes, ndërsa babai nuk ishte identifikuar kurrë. Pas moshës 18 vjeç dola nga qendra e kujdesit dhe nisa jetën time të pavarur. Kisha mësuar zanatin e mekanikut dhe, me shumë mund, ngrita një servis të vogël. Nuk kisha asnjë arsye të dyshoja për origjinën time, as të ktheja kokën pas. Por pas fejesës me Klarën, filluan të ndodhnin gjëra të çuditshme. Një pasdite, ndërsa isha në punë, një grua e panjohur erdhi në servis. Ishte rreth të 60-tave, me një shall të bardhë dhe një fytyrë që fshete shumë histori. Ti je Arlindi? Më pyeti, po, i thash i habitur, kam diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Për origjinën tënde, e vështrova me dyshim. Ajo nxori nga çanta një zarf të verdhë dhe më dha disa dokumente të vjetra. Në njërin prej tyre shkruaj certifikat lindjeje, Arlind L, lindur në Peqin. Unë u shtanga, më kanë thënë se kam lindur në Tiranë, i thash, jo, bir. Ti je nga Peqini. Dhe unë e di kush është nëna jote, në atë moment. Kisha përshtypjen se po shija një film të keq. Gruaja më tregoi se para më shumë se 30 viteve kishte punuar si infermiere në maternitetin e Peqinit. Një natë, një vajzë e re kishte sjell në jetë binjak, djalë dhe vajzë. Ajo vajzë, e tmerruar nga reagimi i familjes dhe pa asnjë mbështetje, i kishte lënë fëmijët në maternitet. Djalin e kishin dërguar në jetimore në Tiranë, ndërsa vajzën e kishte marrë një familje nga fshati për ta rritur si të tyren. Ti je ai djalë, Arlind, më tha ajo me një ton që më ngriti gjakun. Dhe ajo vajzë ndoshta duhet ta kërkosh. Për disa ditë nuk fola me askën. Më dukej sikur gjithçka po më binte mbi kokë.
U mundova ta mbaja për vete, por kur Klara pa që isha i turbulluar, nisi të më pyes. Se mbajta dot më. Ja tregova gjithçka, dokumentet, historinë, gruan që më kishte vizituar. Në fillim ajo u step, pastaj qeshi me nervozizëm, Arlind, mos më thuaj që po mendon se jam unë ajo vajza. Jo, por edhe ti ke lindur në Peqin dhe nuk munda ta vazhdoja. Në atë moment, ajo ngriti duart dhe më përqafoi. E dashur, më tha, nuk dua të jetoj me frikëra. Ne duhemi, kjo është e vetmja e vërtet, por unë nuk mund të ndalesha. Brenda meje lindi një zë që më kërkonte përgjigje. Vendosa të shkoja vetë në Peqin, në arkivin e maternitetit të vjetër. Ishte një ndërtesë e rënuar, por një grua e moshuar që ende ruante disa regjistra më lejoi të hidhja një sy librave të vitit 92. Zemra më rrite fort kur gjeta një rresht që më ngriti tronditshëm syt, Binjak, Arlind dhe Klara, nëna, lirje hër, pa të dhëna për babajn. Mu erësuan syt. Librat më ranë nga duart. Klara. E fejuara ime. Ishte motra ime Binjake, nuk e di si u ktheva në Durrës atë ditë. Ishte si të ecja në mjegull. E mora veten me zor dhe eftova Klarën të takoheshim në të njëjtin vend ku ishim njohur për herë të parë. Ajo erdhi e buzëqeshur, pa e ditur se çfarë do t'i tregoja, Klara. I thash me zë të ngjirur, ne nuk mund të martohemi, çfarë po thua, ne jemi. Binjak, ajo më pa për disa sekonda pa folur. Ishte sikur koha u ndal. Pastaj filloi të qeshte me zë, si dikush që nuk do ta pranoj kur realitetin. Jo, s'është e mundur. Jo, Arlind, jo, kur i tregova fotokopjen e regjistrit, ajo u drodh. Lotët i rridhnin në heshtje. Kështu që nga dashuria jon një mëkat pa faj, pëshpëriti, pas asaj dite, ajo u zhduk. U përpoqa ta gjeja, por as telefoni, as banesa e saj nuk ekzistonin më. Disa muaj më vonë, mora vesh nga një shoqe e saj se ishte larguar drejt Italisë, ndërkohë, unë u takova me nënën time biologjike, Lirien. Ajo më përqafoi me lot dhe më tha, u detyrova t'ju lë, birë. Babai juaj ishte nga një fis jashpër, nuk pranonte fëmijë jashtë martese. Kam jetuar çdo ditë me faj. Por unë se dëgjoja më. Brenda meje kishte mbetur një boshllëk që as falja nuk mund ta mbushte. Çdo herë që shkoj bus dejtit, më duket sikur dëgjoj zërin e Klarës, si atë ditë të parë kur më pyeti për autobusin. Ndonjëherë mendoj se ndoshta dashuria jon ishte ndëshkimi më i butë që fati mund të na jepte, një dashuri e pastër, por e pamundur. Sot, kur tregoj këtë histori, njerëzit më pyesin pse e them publikisht. Ndoshta sepse heshtja më mbyt. Ndoshta sepse dua që dikush tjetër, diku, të kuptoj se ka histori që lindin për të mos vazhduar kurrë. Unë quhem Arlind Hoxha. Dhe e fejuara ime ishte motra ime e vërtetë. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi të ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.